Beshit duhet denoncuar në SPAK për shkak se po mban pezull heqjen e imunitetit të Ballukut? Faleminderit. Procedurat po shqyrtohen, por në fakt Niko Peleshi nuk është gjë tjetër veç se një ushtar bjeran i Edi Rams. Por çdo procedurë për shkelje të ligjeve dhe kushtetutës ne jemi të gatshëm ta paraqesim në institucionet përkatëse. Geraldina Kola, jo pak eksponent të partisë tuaj janë shprehur edhe pse jo me forcë për primaret si problematike. Ndërkohë, ju zoti Berisha dje theksuat se ato do të mbeten. Në zgjedhjet e fundit duhet pranuar se disa fitues primaresh nuk u futën në listën e mbyllur dhe madje disa figura të pëlqyeshme në opinion dhe në parti nuk fituan primare. A ka këtu një standard të dyfisht si tuajnë si të primareve dhe a lidhet ngulmimi juaj për primaret me premtimin që keni bërë kur filluat foltoret apo një filozofi politike? Faleminderit zonja Geraldina për pyetjen. Qëndrimi im për primaret lidhet absolutisht vetëm me dy faktorë. Së pari, unë dhe askush tjetër nuk mund thot se ka një mënyrë më të mirë për të marrë mendimin dhe opinionin e antarësisë partisë dhe për t'i bërë ata pjesë e vendimarrjes se sa vota e tyre. Së dyti, nuk di një proces tjetër që të ketë transparencën që ka procesi i votimit të antarëve. Duke thënë këto, jam plotësisht dakord që këto ngjallën debate. Debate të cilat po t'i marrim t'i analizojmë me gjak ftofësi, nuk lidhen direkt me primaret, lidhen me faktor të tjerë ekstra primar. Për shembull, ajo që thoni ju, në rast se jo të gjitha ata që ishin më të voturit, u futën në listë, kjo erdhi sepse lista ishte e mbyllur dhe e hapur, pa erdhi e diktoi sistemi i cili kishte kufizimet e veta. Së dyti, probleme me listat. Çfarë po bëjmë ne për adresuar problemin e listave? Listat janë dhe do t'jenë atribut total i degëve të Partisë Demokratike. Në kuptimin që çdo degë duhet të ketë identifikuar çdo antar të vetin. Dhe kjo është elementare, besoj. Së treti, sigurisht po bëhet një diskutim, ja u them mjaft i shëndetshëm, edhe dja zhvillua një diskutim i shëndetshëm në takim. Janë pikërisht këto që thoni ju. Një fakt është se një person që zgjidhet kryetar nga ajo trup, ajo do jetë gjithnjë më i votuari për çdo post në një kohë kur edhe mund mos jetë. Që ne e kemi tërhequr sepse tërheqja ndodh sipas